Receta për sot është një supë e shpejtë, e shijshme dhe e shëndetshme. Për këtë recetë do të na duhet një patate, një qepë, një karrotë, do të hedhim pak vaj, pak piper të zi, piper të kuq dhe mish pulër. Do t'i lejmë në temperaturë mesatare për disa minuta duke i përzier her pas here. Më pas do t'i hedhim 1 litër e gjysmë ujë. Do të hedhim krip, do t'i përziejmë pak, më pas do t'i vendosim kapakun dhe do t'a lejmë derisa mishi dhe perimet të nxjerrë plotësisht. Pasi janë nxjerrë, do të heqim mishin, do t'a ndajmë nga perimet dhe do t'a soptojmë në pjesë të vogla. Ndërsa perimet do t'i folojmë. E pasi kemi furluar, do të hedhim pjesën e mishit, të cilën siç thash më parë kemi coptuar. Do ta lejmë të ziejë për rreth 5 minuta dhe më pas do ta fikim zjarrin dhe do t'i hedhim pak majdanos të grirë. Majdanosi është sipas dëshirës, por i jep një aromë dhe një shije shumë të mirë supës. Do ta përziejmë pak dhe e kemi gati për ta shërbyer. Sipër do t'i hedhim pak piper të zi dhe kemi gati për ta konsumuar. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëftë mirë. Shumë faleminderit që më ndiqni.